Një shofer problematik i nxori të lashe policisë gjermane në qytetin Hildesheim, teksa u iku atyre në për autostrad dhe rrugë të tjera të kësaj zone me shpejtësi deri në 200 km/h. Zyrtarët të rendit thanë se u përpoqën ta ndalonin 40 vjeçarin të shtunën pas dite për një kontroll afër një zone shërbimi në autostrad, por ai përshpejtoi dhe u largua duke vozitur her pas here me shpejtësi deri në 200 km/h, raportoi DPA për cilë Kosova Press. Ai parakaloi vazhdimisht automjetet e tjera duke detyruar drejtues të shmangishin për të evituar përplasjet. Ndjekja vazhdoi në një zonë rurale ku shoferi u përpoq të arratisej në për rrugë të ngushta, i fiku dritat e automjetit dhe në fund u largua në këmbë përmes fushave të hapura. Ai u kap disa minuta më vonë nga një policë dhe u dërguar në paraburgim. Policia tha se gjetjet fillestare tregojnë se ngasësi nuk kishte leje drejtimi dhe dyshohet për përdorim të drogës. I njëjti është nën hetime për disa vepra penale, përfshirë pjesëmarrje në një garë të paleqshme me makina. Një kësi rasti i vozitjes me shpejtësi ekstreme u regjistrua edhe në Kosovë me 6 janar. Madje këtu, një 21 vjeçar e qoi shpejtësinë e makinës që ngiste, një BMW X6 në 209 km/h me një zonë ku limiti ishte vetëm 50 km/h në fshatin Greme të Ferizajit. Ai u ndëshkua me një gjobë prej 500 euro, 5 pika negative dhe masa mbrojtëse, heqje patent shoferit për 12 muaj. Shoferi, sipas policisë, e ka pranuar kundërvajtjen e shkaktuar, e cila ishte publikuar në rrjetet sociale.